për e mënyrës se si ata njoftohen, për e mënyrës se si e zhvillojnë raportet ndërnjerëzore, kalojnë tek mungesa e përgjegjësisë. Për atë edhe, domethënë, po zhvillohet ky fenomeni që tash po e quajnë ghosting. Domethënë, tash kryhet një lidhje, vetë se njëra palë vendos në mënyrë unilaterale mos me u përgjigj. Domethënë, bëhet fantazm. Zhduket, ghosting është, domethënë, fantazm, qenit fantazm. Njëna palë zhduket, edhe as nuk jep sqarime, as nuk jep. Ma shpjegona një çto? Domethënë, çysh janë mas mirë, njëna palë zhduket. Njëna palë zhduket, nuk përgjigjet. Bëhet fantazm. Bëhet fantazm. Pas një shpjegim. Pas një shpjegim, edhe domethënë e le me u nënkuptu që nuk po do me vazhdu kontaktin. Kjo është një fenomen që më shumë të është i shprehur tek gjenerata Z, tek brezi Z. Edhe është një fenomen që për mendimin tim lë pasoja shumë të rënda në shëndetin mendor. Se çdo njeri në fundit e meriton një sqarim. Nuk mund është t'jesh mënyrë të njanjshme veç me vendos që te i ki disa çështje që nuk po të shkojnë edhe me u zhduk pa diskutim. Përpara, mbrezin tem, mbrezin e gjithë neve, mbrezin e zonjave, në më thënë të në ke mujtë me u zhduk ashtu pa gjurëm, se të ka arë një vlat, ka arë një bab, nuk ka, po thëmë që ka të mirë. Nuk po thëmë që ka qenë mirë atë. është tjetër kojo. Gjithsesi e ka pas... Shashtove që hajtë, se ka pas edhe të martum që i kanë gënyu. Ka pas që kanë zhgënyu, ka pas një strukturë, ka pas një hierarki shoqërore. Kjo shofja pa gjurëm. Ghosting, po. Edhe në fund e ke marrë vesh që je kon lidhje me një njeri që i ka 5 fëmijë. A more sol, ka pas hierarki shoqërore atëherë. Ka pas për shembull. Mos me shembull, përgjithësi të folim. Monika, kjo është karakteristike përgjithshme, jo individ caktuar. Pikërisht. E marrin të mirë qenë dhe e marrin shumë naty normale që me u zhduk. Me u zhduk, veç zhdukën, domethënë nuk përgjigjen, zhdukën, nuk japin asnjë qartësim, asnjë mesazh. Apo thëmë, kjo vjen për faktin që mungon ajo hierarkia shoqërore që ma herët i ka karakterizuar raportet tona ndërnjerëzore. Nuk ka pas ma tepër llogaridhënie, se kemi qenë edhe vend i vogël, ka qenë ndërtuar, domethënë ajo bashkëjetesa komunitare në atë formë që... Po që marrëdhëniet po i ndërtojnë në mënyrë mas sipërfaqësore? Mas sipërfaqësore, po unë thash edhe ma herët që marrëdhëniet e ditëve të sotme janë shumë më sipërfaqësore. Po jo vetëm ato romantike, edhe marrëdhëniet shoqërore. Në ditët e sotme gjenerata Z e shem marrëdhënien edhe miqësore si lloj interesi, një marrëdhënie që të bjen deri te ai pasurimi i shpejt që e diskutu ma herët. E shem atë për si një marrëdhënie biznesore, afariste, si sa si një marrëdhënie që ti e ndoan me të një moment mirë apo një moment jo të mirë. Unë për shembull dhe brezi jem, ne kemi shoqe me cilët jemi rrit, kemi shoqe qysh prej qerdhës, shoqe të miris, me cilat mbase nuk shifemi me vite, po në momentin që shihet e vazhdon aty ku e ke lënë. Ndërsa sot, nëse nuk lidh një interes i përbashkët, është shumë problem me instalu raporte shoqërore. Goldi, për këtë që po e thotë? Mendoj që përpara lidhjet që është për tek është diçka që përpara je njoft më shumë kur kanë hyrë në një lidhje. Jo për shembull më njoft në rrjetet sociale s'ka pas, në ashtan kohën tonë, po si do të qoftë kanë pyet, familja kanë pyet, kanë ka non, kanë ka bab, ka dojt, domethënë kanë pyet që i kthej të kriju familje me të. E ta që kanë marrë thjesht, na po bashkëjetojmë, hajt, pe provojmë, mos u bof, provoj diçka tjetër. Kjo është e keqe, është e rëndë, se dush me qit në vete, dush me qit në qikën tonë, dush me qit në nonën tonë, në motrën tonë, gruan tonë, krejt që ki familje. E jo ti hajt, jo të bashkëjetu me të, po le të martohet, s'u martohet. Kundër bashkëjetesës? Nuk jam kundër bashkëjetu, është më mirë, s'ka nevojë me bashkëjetu, nëse do me bashkëjetu, le të fejojnë, le ta din familja, s'ka problem. Ta a pedin se pedim. Po në këtë fazë para se me mriju, po flasë për mënyrën si krijojnë lidhjet, si e nisin dashurinë, e ndërtojnë një raport. Në përgjithësi tash, kuptohet, ka raste nashta kur mund më konë ndryshe, po në përgjithësi këto bashkëjetesat përfundojnë në ndarje. Përgjithësi, jo krejt. Jo krejt, po thonë, pra, po ka raste shumëta që domethënë thonë, valla supershtatën. E pa supershtatën, po supershtatën se domethënë ka pas interes caktuar. Kur ka mbaruar interesi aty dashnia s'është më. Kur ka dashni, domethënë nuk fytet interesi. Kështu që mendoj që përpara u kon pi më të mirave kësaj që kanë vetë kush është familja, edhe ka burri, edhe ka gruaja. A ka tradhtor o a ka shpiuna në shtëpia, çfarë punë aty ne? Po punë me postë, gjaku u izbota, i trashëgohet. Apo kupton se çmaj keq që ti rrit të mundohu me sakrifica, domethënë në fund me shku mi ga dikojna që nashta ka po në familje zotruna. Kështu që tash nuk pyeten më, përgjithësi këtë gjana, ka raste kur po, po në përgjithësi nuk pyeten. Që ke bashkëjetesa mu personalisht, po thomë, tash është mendimi jemi, mu më pengon. Edhe kjo martesat hajtë se ka kohë, hajtë se ka kohë, kur t'i bën 2 vjetë, valla kanë me asë, edhe koha shkon. Kështu që sa më herët, është knatësia dhe me fëmin më e mirë.
Nëse unë s'pëton të është në 16, 17 vjetë, 18 vjetë, po kër e shef që për me jetu e dash një person, qoftë mashkull, femna mashkulli, nëse dënë me kryu familje, pa akoma mirë se më konë 23-4 vjetë, më konë prind, nëse dënë zoti me pas fëmi, ishala krejve i faqë zoti fëmi, po knaqe ma shumë e fëmijën tënë, dhe kur ta bëjsh të një mos 45 vjetë, 50 vjetë, a i të bëhet kraj djathë. E ki edhe kra për veti. Apo këtonë se na nuk jetojmë tash me thonë, e tha Monika ma herët, tash nështë ta kjo e ka, nështë ta barën qyshe e tha puna e prindit për asi, po e kena bërgj, deshte, ki bërgj, gjeneti nuk fitohet ndryshe, s'fitohet gjeneti me shok. Apo këtonë, gjeneti fitohet me prindin, të kom të nanës e ki gjenetin, fitohet ta me babën. Apo këtonë, kështë që mundi sakrifisat që e bën t'i bërtot, edhe ti nesër, sholat dënë zotin, kur nuk kena nështë ta me një smujt saktume, po kur ti ja ki dhonë hakin babës tënde, se nanës tënde, mos e të që fëmija e sta e pëtuj, mos e të që qënë në shpit plegjve. Po shpia plegjve nuk është edhe ka që me argote. Oni shko provoje.